9 vjetë më parë, në orët e mbrëmjes së 5 nëntorit të vitit 2016, një person kishte vdekur në qendrën e parabulgimit në Prizren. Nënt vjetë më parë, në orët e mbrëmjes së 5 nëntorit të vitit 2016, një person kishte vdekur në qendrën e parabulgimit në Prizren. Pak kohë më vonë, u kuptua që personi që kishte vdekur ishte aktivisti i lëvizjes vetëvendosje Astrid Dehari. Lëvizja vetëvendosje, subjekti ku Astriti vepronte si aktivist, e quajti ndarjen e tij nga jeta në moshën 26 vjeçare, shuarje të hershme dhe tragjike. Deklaratat e para dhe shpesh kundërthënëse të policisë e prokurorisë ngritën menjëherë hijet e dyshimit mbi këtë rast. Vdekja mistershme e Astrid Deharit vazhdon të mbetet ende pa epilog, ndonse kanë kaluar 9 vite që nga dita kur ai u gjat pa shenja jetën e qelinë e tij në Prizren. Astrid Dehari ishte arrestuar me 30 gosh 2016 bashkë me 4 aktivistë të tjerë të vetëvendosjes në ndyshimet për terrorizëm. Lajmin për vdekjen e tij kishte konfirmuar për Kallzo.com Nexhme Krasniqi në atë kohë, drejtori policisë rajonale të Prizrenit. Deklarata e tij atëhershme nuk u vërtetua kurrë dhe ishte krejt ndryshe nga çfarë tham po atë det shërbimi korrektues e kryeprokurori i Prizrenit. Nexhme Krasniqi i kishte thënë Kallzo.com se në bazë në informatave të para që kemi marrë nga drejtori i qendrës së paraburgimit në Prizren, viktima ka përdorur disa medikamente dhe ka rënë në gjendje kome. Rrugës për në emergjencë ka ndërruar jetë. Në emergjencë ka shkuar pa shenja jete. Ish kryeprokurori i Prizrenit në atë kohë, Syl Hoxha, në një bisedë për Kallzo.com, po atë ditë e kishte cilësuar si vdekje dyshim të rastin Astrid Deharit. Syl Hoxha pati thënë se kishte parë trupin e viktimës dhe se në qafë e duar kishte parë gërvishtje, por jo gjak. Po ashtu, njëjtë si Nexhme Krasniqi, edhe kryeprokurori Syl Hoxha kishte thënë se kanë informata se ka përdorur medikamente. Ministria e Drejtësisë e udhëhequr në atë kohë nga dhurata Hoxha njoftoi që rasti do të hetohej. Një ditë pas rastit tragjik me 6 nëntor 2016, lëvizja vetëvendosje përmes një konferencë për media pretendoi që Astrid Dehari kishte vdekur si rezultat i një rasti të montuar nga policia dhe prokuroria. Qeveria e Kosovës kishte mbajtur mbledhje me 7 nëntor dhe nga aty, ish-ministri Dhurata Hoxha njoftoi se kanë kërkuar hetime të plota për zbardhjen e rastit. Po atë ditë, Instituti Mjekësisë Ligjore kreu edhe obduksionin e trupit të Astrid Deharit. Të dhënat fillestare konstatuan se ai kishte vdekur nga asfiksia, pengesë në frymarrje, e cila ishte shkaktuar nga një mjet i fortë. Avokati i familjes Dehari, Tom Gashi, kishte konfirmuar pas obduksionit se ishin marrë mostra të nevojshme për të zbardhur shkakun e vdekjes. Me 10 nëntor 2016, Kallzo.com publikoi një dokument me të gjitha vizitat që ishin bërë Astrid Deharit gjatë paraburgimit. Në të njëjtën ditë, në emisionin Jeta në Kosovë, drejtori i burgjeve në atë kohë, Sokol Zogaj, foli për gjetjet e para të hetimeve. Një ditë tjetër, Ministria e Drejtësisë kërkoi që të mos paragjykojë rezultati e hetimeve. Avokati Tom Gashi me 16 nëntor kundërshtoi verzionin zyrtar të vdekjes së Astrid Deharit. Me 18 nëntor 2016 u publikua raporti zyrtar i autopsisë së Astrid Deharit. Në atë kohë, u publikuan edhe pamjet nga kamerat e sigurisë në qendrën e paraburgimit të Prizrenit, që tregonin momentet kur trupi Astrid Deharit tërhiqej nga qelia. Avokati i popullit reagoi duke thënë që me publikimin e këtyre pamjeve ishte cënuar dinjiteti i familjes Dehari. 6 muaj pas vdekjes së Astridit, shërbimi korrektues njoftoi se shoku i tij i qelisë dhe dëshmitari kryesor Naser Makolli kishte ndruar jetë pas një sëmundjeje. Në një deklaratë që Naser Makolli kishte thënë për organet e rendit pas vdekjes së Astrid Deharit, e kishte përshkruar të ndjerin si një person të qetë, të lumtur, pa ndonjë shregullim e pa ndonjë shqetësim apo frikë. Por më vonë, Makolli kishte ndryshuar deklaratën dhe kishte përshkruar Astrid Deharin si person që friksohej se mund ta largonin nga qendra paraburgimit dhe ta merrnin në pyetje. Për ditën tragjike, në deklaratat e para, Makolli deklarante se Astrid Dehari nuk ishte dalë në pauzën e orës 14 bashkë me ta, dhe kur ishin kthyer në qeli, rreth orës 15, kishin gjetur Astrid Deharin të shtrirë mbi tokë
dhe me një shishe mjalti prej plastike në gojë. Në shkurt të vitit 2017, prindërit e Astrid Deharit njoftuan se ekspertizën do ta kryenin ekspert zvicran nga Qendra Universitare e Mjekësisë Ligjore në Lozan. Në tetor të vitit 2017, Qeveria e Kosovës me propozim të ministrit të drejtësisë në atë kohë Abelar Tahirit ndau 50.000 euro për mbulimin e kostës së super ekspertizës. Në tetor të vitit 2019, Prokuroria e Prizrenit publikoi përfundimet e ekspertizës së Institutit të Mjekësisë Ligjore të Lozanës. Raporti zvicran nuk përjashton të mundësinë e vrasjes. Ashtu siç është në ekspertizën tonë, ne kemi dyshime që lidhen me rrethanat e vdekjes së Astrid Deharit. Hipoteza një vetvrasje duket pak e vërtetë dhe intervenimi një personi të tretë në procesin fatal duhet të kihet parasysh. Kështu thoshte njëra prej pikave të kësaj ekspertize. Për të shuar më dyshje të tjera në këtë rast, ishte urdhëruar edhe një ekspertizë re e cila përfundimisht u përgatit në prill të vitit 2022. Në lidhje me këtë ekspertizë, Prokuroria Speciale njoftoi opinionin publik shkurtimisht për konstatimet e ekspertizës së Institutit të Mjekësisë Ligjore në Lozan të Zvicrës. Sipas prokurorisë, ky institut ka konstatuar se analizat e objekteve që kanë qenë në kontakt me Astrid Deharin nuk kanë treguar ADN të tjera për post të ndjerit. Në vitin 2022, Ministrja e Drejtësisë Albulen Haxhiu njoftoi se mostrat e ADN së Astrid Deharit të ruajtura në Institutin e Mjekësisë Ligjore ishin zhdukur. Prokuroria Speciale nisi hetimet për zhdukjen e mostrave, ndërsa 4 zyrtarë të institutit u pezulluan nga detyra. Më pas, ata u rikthyen në punë pas ankesave. Në vitin 2023, ish-deputeti Hakia Abazi tha në një konferencë për media se gishti duhej të drejtojë ka lëvizja vetëvendosje. Edhe pse tashmë në krye të qeverisjes, Albin Kurti përsëriste se Kosova nuk mund të jetë shtat i së drejtës pa u zbardhur rasti i Astrid Deharit. Në të njëjtin vit, prindërit e Astrid Deharit kërkuan përjashtimin e ish-prokurorit special Afrim Shefkiu që po e heton të rastin e djalit të tyre. Në vitin 2024, pas zhdukjes së mostrave, u kërkua themelimi një komisioni hetimor në kuvend për këtë çështje, por mungoi kuorumi për miratimin e tij. Sot, 9 vite pas asaj dite tragjike, vdekja e Astrid Deharit mbetet e pashpjeguar. Një ngjarje që tronditi opinionin publik, nxiti protesta, kërkesa për drejtësi dhe akuza të shumta mes institucioneve e partive politike. Edhe pse kanë kaluar pothuajse një dekadë, ende nuk dihet e vërteta përfundimtare se si humbi jetën Astrid Dehari brenda qelisë së tij në qendrën e paraburgimit në Prizren.